Kruja deklaron se prefektura dhe Ministria e Brendshme ka nisur nga puna për përgatitjen e zgjedhjeve lokale. Në intervistën me drejtorin e informacionit në Ora News, Roland Qafoku, Kruja dha edhe detaje për këto përgatitje. Unë në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme ne kemi filluar përgatitjet për Keni filluar përgatitjet? Po, kemi filluar përgatitjet për organizimin Cilat e janë zgjedhjeve lokale. Tani është herët për nga pikpamja e procedurave që ndiqen për zgjedhjet, sigurisht pjesa më të madhe të procedurave i kryen Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne kemi detyrat tona që ne i përcakton kodin zgjedhor. Një nga këto detyra është edhe hartimi, domethënë monitorimi i hartimit dhe shpalljes listave paraprake, të cilat bën nga njësitë vendore, por prefekti me administratën e tij i monitoron, sigurisht në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Brendshme. E gjithë administrata është e angazhuar për të përballuar zgjedhjet vendore me të gjitha kapacitetet e mundshme në mënyrë që të arrijmë standarde europiane këto zgjedhje. Kruja komentoi edhe miratimin e 3 ligjeve të fundit që kanë të bëjnë me kontrollin financiar ndaj bashkive dhe komunave. Dhe sipas tij, opozita nuk ka asnjë të drejtë për atë që ajo e quan shkelje të autonomisë vendore. Nga ana tjetër, Kruja komentoi edhe debatin për prishjen apo jo të piramides për të ndërtuar aty godinën e parlamentit. Duhet shkatrohen për mua të gjitha simbolet që i ngritën kult individit i cili shkatroi dhe hodhi në erë popullin shqiptar. Duhet kemi parasysh që ai është tempulli i diktatorit, ishte banesa e fundit e tij për ta quar në përjetësi. Ajo piramid ishte dikur muze i Enverit dhe shërben për aktivitetet tjera. Për ishte një ndërtesë e cila sot është jashtë çdo funksioni, e cila për mendimin tim nuk ka asnjë lloj nuk mbart asnjë lloj vlere historike. Kruja nuk la asnjë ekuivok për rezultatet e zgjedhjeve të 8 majit në Bashkinë e Tiranës. Sipas tij, nëse kandidatët do të jenë përballë njëri tjetrit, Edi Rama për PS dhe Lulzim Basha për PD, ministri aktual i Brendshëm e ka të sigurt fitoren.